Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot, buzëbetit kaltërosh të qytetit të Vlorës, do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Na thon tarot për ditën e sotme. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2028. Treshi i shpatave. Treshi i shpatave tregon që ju jeni pak të lënduar nga një person që keni pas për zemër. Keni marrë disa lëndime, por që këto lëndime janë lëndime nga një person i besuar, që jeni të zhgënjur nga ky person. Ju jeni mbretëresha e shpatave. Një femër shumë e fortë, e fuqishme, e cila falenderon universin për qiellin e saj të pastër dhe për rreth që i merr toka magnet. Është një femër shumë e vendosur dhe shumë me besim te vetja. Do të gjeni një lajm shumë të mirë për sa i përket pjesës së bollokut dhe të një lajmi për një punë të mirë, për një sukses në pjesën e punës. Ky lajm ju vjen nga ky prins dhe do t'ju gëzoj jashtëmase, sepse është një lajm i mirë. Pesa e shkopinjve. Pesa e shkopinjve është një letër e cila tregon për një luftë të madhe që bëhet për një pasuri, për një trashëgimi, për një pronë. Dhe kjo luftë mund të dali me një fitore të madhe. Ju do të merrni nga kjo luftë që po bëni për këto prona, ju do të merrni një lajm shumë shpejt. Nga ky oall hapet kjo dritare dhe në dorën tuaj vjen ky lajm i bollokut. Një lajm i cili do t'ju sjellë shumë bollok dhe financa të mira në jetën tuaj. Kemi mbretin e kupave. Mbreti i kupave është një person i cili është i vendosur në qëllimet që i ka vënë vetes së tij. Është një person që do drejtësi dhe barazi në jetën e tij. Pesa e monedave tregon që ju jeni të rrethuar nga persona pak të vegjël në botën e tyre shpirtërore. Persona që kanë një botë vogël, një shpirt të ngushtë. Bëni një udhëtim lumturie shumë shpejt. Ky udhëtim do të jetë për gëzim. Mbreti i shpatave udhëton, merr një vendim të gëzuar dhe bën këtë udhëtim. Udhëtimi është për një gjë të mirë, për lumturinë e tij. Sepse ju jeni thot një person shumë i vendosur, shumë me këmbë në tokë, një person që keni një ylber me kupa në kokën tuaj, që tregon pjesën e bollokut. Keni besim shumë në veten tuaj. Dhe ylli polar është një letër e suksesit e perspektivave të shkëlqyera në jetën tuaj. Ylli juaj polar, bashkë me yjet ndihmës në univers, në qiellin kaltërosh, do t'ju shkëlqej rrugën tuaj drejt perspektivave në jetën tuaj, në rrugëtimin e jetës tuaj. Këto ishin energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi të dashur.